Përshëndetje shenja peshqve, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prisëm oracle. Në gjendjen tuaj personale kemi 5 shpatat, 6 shkopinj, 3 shkopinj, 7 monedhat dhe 9 shkopinj që ranë njëkohësisht. Kjo javë fillon me energji tensioni dhe konflikti të brendshëm. 5 shpatat tregon situata që ju kanë lodhur mendërisht. Mund të ketë patur debate, krenari të lënduar, ego, keqkuptime, ose ndjesinë që keni harxuar shumë energji në betejë që nuk ju kanë sjellë paqe. Mund të ndiheni sikur një pjesë e juaja ende po përpiqet të kuptojë, a ja vleti gjithë kjo? Por menjëherë pas kësaj shfaqet karta 6 shkopinjt dhe energjia fillon të ndryshojë, sepse 6 shkopinjt nënkupton ndjesinë që po e riktheni kontrollin mbi jetën tuaj. Mund të merrni vlerësime nga të tjerët ose realizimin që jeni më të fortë se sa mendonit. Me kartën 3 shkopinjt, vështrimi juaj fillon të largohet nga e kaluara dhe të shkojë drejt së ardhmes. Ndoshta ju mund të filloni të mendoni për plane të reja, të prisni një zhvillim ose të kuptoni se nuk mund të qëndroni më të bllokuar në të njëjtin vend emocional. Por me kartën 7 monedhat, gjithçka ngadalësohet pak. Kjo është kartë pritje dhe reflektimi. Duket se ju analizoni çfarë keni investuar, ku keni investuar, qoftë nga ana monetare, qoftë nga ana emocionale, çfarë keni marrë në këmbim dhe nëse durimi juaj po shpërblehet apo jo. Dhe fundi, me kartën 9 shkopinjt tregon lodhje të madhe emocionale, por edhe qëndres, rezistencë. Ju mund të ndiheni të raskapitur, të mbrojtur emocionalisht, ose sikur po mbani ende barr mbi supe, por kjo kartë ka edhe një mesazh shumë të fortë, sepse nënkupton që ju nuk jeni gati të dorëzoheni, edhe pse zemra juaj mund të jetë lodhur, shpirti juaj ende po lufton për atë që beson. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 6 kupat, 2 shpatat, forca, 6 shpatat. Në familje ka shumë emocione të lidhura me të kaluarën. 6 kupat sjell nostalgji, kujtime dhe lidhje që mbeten shumë të forta në zemrën tuaj. Mund të ketë rikthim kujtimesh, kontakte me persona të së kaluarës ose ndjesinë që disa emocione familjare nuk janë zgjidhur plotësisht. Por me 2 shpatat, duket sikur ekziston heshtje ose bllokim në komunikim. Dikush, ndoshta ju ose një person në familjen tuaj që mund të jetë partner ose antar familje, pra mund të shmanget një bisedë me kartën 2 shpatat, të mos shprehet plotësisht ajo që ndihet, ose të mos jetë ende gati dikush nga ju të marrë një vendim emocional. Me kartën e forcës, ju ose dikush në jetën tuaj po përpiqet të ruani qetësinë ose vetë kontrollin. Edhe kur emocionet janë të forta, ka përpjekje për të mos lejuar që situata të shpërthejë. Dhe fundi me kartën 6 shpatat është shumë i rëndësishëm sepse tregon largim gradual nga tensioni drejt qetësimit emocional. Pra, ka një distancim nga drama ose përpjekje për të kaluar drejt një atmosfere më të lehtë. Duket se familja këtë javë kalon në një proces shërimi. Gjërat mund të mos zgjidhen menjëherë, por tensioni duket se do të zbehet gradualisht. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi kalorësi i shpatave, 4 kupat, drejtësia, 4 monedhat. Dashuria për ju këtë javë është më tepër mendore dhe
e kontrolluar emocionalisht. Kalorësi i shpatave sjell energji të shpejtë dhe intensive, komunikime të papritura, debat për disa, mesazhe direkte për disa të tjerë, ose dikush që hyn me vrull në energjinë tuaj, ose mund të jeni ju kundrejt dikujt. Kjo kartë sjell lëvizje, por jo të shoqëruar gjithmonë me qetësi. Por menjëherë pas saj shfaqet karta katër kupat dhe kjo ndryshon krejt atmosferën, sepse ka një ndjesi mbylljeje emocionale. Dikush, ju ose ndoshta personi juaj, nuk po ndihet plotësisht i kënaqur, po mendon shumë për atë që mungon, ose nuk po arrin të shohë qartë atë që po i ofrohet. Mund të ketë ndjenja, por edhe lodhje ose një lloj melankolie. Me kartën e drejtësisë, situata kërkon qartësi dhe sinqeritet. Drejtësia nënkupton realizime, biseda serioze, ose nevojën për të parë marrëdhënien pa iluzione. Mund të jetë një moment ku dikush duhet të pranojë të vërtetën e ndjenjave të veta. Dhe fundi, me kartën katër monedhat, tregon shumë mbrojtje emocionale. Dikush këtu, pra ju ose personi në jetën tuaj ose në mendjen tuaj, nuk hapet lehtë, ka frikë të mos lëndohet, ose po përpiqet të mbajë kontrollin mbi ndjenjat. Dashuria këtë javë duket sikur kalon nga lëvizja dhe komunikimi në mbyllje emocionale, më pas duket sikur ka një nevojë për qartësi dhe përfundon duke manifestuar kontroll dhe rezervim emocional. Pra, ka ndjenja, por zemra ende po mban mure mbrojtëse. Kalojmë tek puna. Në punë kemi asi i kupave 5 monedhat, mbretëresha e monedhave 2 monedhat. Në punë duket sikur po lind një energji e re pozitive. Asi i kupave sjell motivim emocional, dëshirë për fillim të ri. Për disa mund të jetë një njohje e re emocionale, ose një mundësi që ju bën të ndiheni më mirë shpirtërisht. Megjithatë, me kartën 5 monedhat, mund të ekzistojë një lloj pasigurie financiare, mungesë mbështetjeje, ose frika se mos gjërat nuk stabilizohen aq shpejt sa ju dëshironi. Por mbretëresha e monedhave është kartë shumë e fortë për stabilitet dhe zgjuarsi praktike. Ajo tregon që ju keni aftësinë të organizoheni, të menaxhoni situatat me kujdes dhe të krijoni gradualisht më shumë siguri. Me kartën 2 monedhat, kjo javë kërkon shumë balancim mes financave dhe emocioneve, mes dy përgjegjësive pra, ose mes dëshirës për stabilitet dhe ndryshimeve që po ndodhin. Duket se puna mund të kërkojë durim dhe fleksibilitet, por potenciali për përmirësim ekziston. Kalojmë në prizën Miracle, ku kemi transformimi. Transformimi tregon se një fazë e rëndësishme në jetën tuaj po mbyllet, për t'i hapur rrugë një fillimi shumë më të ndritshëm. Edhe pse ndryshimet mund të duken të vështira në fillim, ato po ju çojnë drejt stabilitetit, mundësive të reja dhe një qartësie më të madhe për të ardhmen. Pas transformimit vjen rilindja me më shumë siguri, energji të re dhe ndjesia që më në fund po hyni në një fazë më të lumtur dhe më të qëndrueshme të jetës suaj. Paçim!